Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në Bardhëzi në terminin tonë të rregull nga ora 21. Sot është nota e fundit me Hoxhën e nderuar Ekrem Avdio në studion e Bardhëzi për temën e fundit që kemi vendosur ta diskutojmë. Donse një javë më herët ju paralajmërova që nuk do të jetë një temë e këndshme, por është pjesë e jetës që ne duhet të mësojmë edhe këto gjëra si besimtar të besimit islam. Do të flasim për fundin. Jo për fundin e emisionit, sepse nga java tjetër do të kemi një teolog tjetër në studio, për do të flasim për fundin e njerëzimit, për ditën e gjykimit dhe për atë se si duhet ne të bëhemi gati për këtë ditë. Është e fshetë dita e gjykimit, pse është e fshetë, cilat janë shenjat dhe çfarë ndodh me njeriu pasi të përfundoj jeta e kësaj bote. Normalisht sipas mësimeve islame, ashtu siç jemi udhëzuar, këto dhe shumë të tjera me Hoxhën e nderuar Ekrem Avdio, që njëkohësisht është edhe kryetar i Bashkisë Islame në komunën e Mitrovicës. Hoxhë nderuar, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit edhe ju. Uroj që të mos jetë takimi ynë i fundit, por të diskutojmë për emisionin e fundit, kur po flas takimi ynë i fundit për shkak të angazhimeve që ju i keni, gjë që nuk jam rreshtur duke ju falendëruar edhe gjatë muajit shenjtë Ramazanit, po edhe gjatë ditëve tjera që nuk keni hezituar nga Mitrovica për të ardhur në Prishtinë, të marrë parasysh edhe çmimet të cilat janë shtrejtuar shumë dhe normalisht që kjo është edhe një shpenzim më shumë për juve, por unë ju falenderoj shumë që keni dhënë kontributin, donse ndoshta ndonjëherë edhe pyetjet ose diçka kam harruar që t'i bëj ose i kam t'i kaluar, unë gjithsesi ju falenderoj shumë që keni gjetur gatishmëri për të qenë pjesë e emisionit. Edhe unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj shumë për konsideratën në radhë të parë. Fundja, kjo është një mundësi për me bë mirë, edhe çdo gjë që e kemi bë mirë. Inshallah e kemi bë mirë, fundit ajo është brenga ime. Nëse ajo që kemi thonë ka qenë e duhuna, atëherë shpresojmë që Zoti ta pranojë si vepër të mirë, po ta ketë edhe refleksionin te ata të cilët na kanë përcjell, na kanë dëgjuar. Ajo tjetra krejt pastaj është relative. Gjithsesi për mua ka qenë bashkëbisedim interesant. Në çdo paraqitje time të kësaj natyre preferoj parapëlqej me pas pyetje. Pyetje të këqija nuk ka. Thonë nganjëherë pyetje pa lidhje. Nuk ka pyetje pa lidhje, përgjigje ka pa lidhje. Kështu që krejt përgjegjësia është e onë, që onë mos me folë ndonjë gjë që nuk është dashur me e thonë, fundi janë njerëz jemi, ndërsa pyetjet që i keni bëj jo, fundit janë thjesht një mundësi më tepër për me sqaru për shikuesit tanë atë që mendojmë se mundet me hym punë. Po, mirë, Hoxhë, ditën e gjykimit, ndonse edhe javën e kaluar e diskutuam një temë që nuk është shumë e këndshme për neve, por ne duhet t'i pranojmë edhe të mirat edhe të këqijat, të cilat do të rrogtojmë ato deri në fundin tonë të jetës. Çka është dita e gjykimit? Çdo fillim ka dhe një mbarim. Pse duhet të mbarojë njerëzimi? Dita e gjykimit nuk është mbarim. Mbase dita e gjykimit është një fillim i një jete të re. A kemi ardha në këtë botë nga dita një gjykimi tjetër? Jo. Okay. Jo, ardhja jorë në këtë botë është rezultati dëshirës së Allahut për të kriju. Ekzistenca s'ka ekzistu, Zoti ka ekzistu. Pastaj Zoti ka kriju ekzistencën. Pastaj në fond historia. Mos të bëhet pyetja, a jemi ne krijesa e fundit, që ndoshta edhe jemi. Po në fund e ka kriju Zoti njeriu në fund një cikli të caktuar, edhe njeriu është, unë konsideroj njeriu është epicentri i ekzistencës. Tu e pas parasysh se shumë gjëra sillen rreth neve. Jo në atë kuptimin që ne si më thon, me konsideru veten ndonjë qëndrim arrogante të ngjashme, po ato që Zoti i ka kriju për neve. Jemi më të privilegjuarit nga krijesat që i ka bë Zoti drejtërisht. Pa pikë dyshime. Deri edhe engjëjt janë në shërbim të njeriu. Po, nëse dim me u bë hizmet. Nëse dim me i edhe mos me ditë me i ru, ka engjëjt që i shkruajnë veprimet tona, si të mira si të këqija, ata janë në shërbim. Po çka po duhet të them se njeriu megjithatë është një krijesë e privilegjuar, jeta fillon këtë botë, pastaj ndodh transformimi me atë që pjesërisht e kemi trajtuar javën e kaluar, kur kemi folë për jetën pas vdekjes, respektivisht për jetën në Varreza, edhe pastaj vija ai transformimi i madh që i thonë bota tjetër, bota e përtejme.
A është bota e përtejme fond, është fondi i kësaj bote fillimi i botës tjetër. Kurani madje pikërisht kështu e çon bota tjetër ose dita e fundit. Dita e fundit është fillimi i botës tjetër. Se është dita e fundit e kësaj bote. Pse duhet me konë dita e fundit kaq shkatërruese, kaq kaotike? Se këto pse ndoshta janë jo, shumë e vend. Hipotetike, po. Shumë e vend, po. Pse duhet shkatërrohet diçka për të filluar diçka tjetër? A bën një farë kalimi pak më të lehtë sepse kur flasim për ditën e fundit, dita e Kiametit, që njohim na në popull, atëherë na tregojnë shumë për shkrimet me ruse. Friksuese. Ka friksuese, gjithsesi ka elemente friksuese aty, patjetër. Mirë po, duhet kuptu se nga njerë janë disa procese që, për shembull, ai pa kur dëshiron dikush me ndërtu shtëpinë e re, do të me rënua të vjetrën mas pari. Se ajo bëhet e pabanueshme, s'ka kuptim. Po kjo në raport me Zotin nuk vjen shprehje për shkak se Zoti mbas edhe mundot me e kriju një botë tjetër. Pa e kriju, këtë planetet do të shkatërrohen, thjesht për me na e bën neve të qartë se do të krijohet një. Do më thonë, në ditën e gjykimit, më falë, se jam shumë kurioze me ditë këtë pjesë, nuk do të shkatërrohet vetëm bota, po vetëm toka e ki fjallë. Po, vetëm toka, më falë. Krejt do të shkatërrohet, krejt që ekziston do të shkatërrohet, krejt do të vdesin, edhe me laçet do të vdesin. Vetëm Allahu do të ngelet sa është i gjalli i përjetshëm. Edhe gjalli e ka afatin deri në ditën e gjykimit. Edhe do të krijohet një botë tjetër. Ato psehet nuk është lehtë me ju dhënë përgjigje, por si mundësi po e trajtoj, po them, bota tjetër do të krijohet një botë e re në të cilën nuk do të ketë vepra. Do të ketë përgjithësi. Përgjithësi? Po. Në botën tjetër, kur të rinjallemi... Çfarë përgjithësie do të ketë? Për atë çka kemi pas mundësi me bën këtë jetë, ai kemi bërë si duhet. Sa zgjat kjo përgjithësi? Kjo përgjithësi, sa të zgjat dita e gjykimit. Se dita e gjykimit edhe jeta e përtejme. Dita e gjykimit e ka kufinin, pastaj fillon jeta e përtejme, kur njerëzit ndahen. Sa zgjat dita e gjykimit? Dita e gjykimit, simas ajetit Kuranit, zgjat 50.000 vjetë simas llogaritjes së kësaj bote. 50.000 vjetë ne do gjykuame të gjithë njerëzimin. Aty përfshihet pritja, aty përfshihen proceset ndryshme, nuk ka vetë gjykim. Ka edhe peshim të veprave, ka edhe regjistra të veprave, ka edhe kalim të orës siratit. Krejt ato janë momente. E gjatë këtyre 50.000 vjetëve, njerëz kanë me prit radhën e tyre. Po. Edhe ndoshta për momenteve më të rënda do të jetë pritja, pikërisht. Pritja dhe në jetën e kësaj bote është këgjarë. Po, pra, është stresuese edhe është ndëshkuese. Njerëzit kur dënohen me burg, për shembull, i thotë ti do të qëndrosh 5 vite burg. Ai në burg qëndron, kur këti ka të garantume, edhe sigurin, edhe ushqimin, edhe veshmavin, edhe ngrat. Kreti ka, vestjesht që ka me pritë që aty, derisa të kalojnë që ato 5 vite, mësa një me shku udhëve të veta. E pritja padyshim që është e pakantshme. Shkatërimi i kësaj bote, fillimi i botës tjetër, është vullneti Allahut fuqiplot, vullneti i krijuesit edhe unë veç një gjatë du me e thonë. Nuk do të kishte kuptim jeta e kësaj bote sikur të mos ishte jeta e përtejme. Pse? Për arsye se sa dëshira kemi pas, sa ëndra, sa plane, sa mos pajtime, sa mos marrëveshje, sa na kanë hyrë hak, kur ka me u realizuar haku jon. Sa investime kemi bë, s'kemi arrit me i mbledh frytet e atyre investimeve. Sa vepra të mira, dikujt ja kemi dhënë një gotë ujë, dikujt ja kemi dhënë një kafshat bukë, dikujt i kemi ndihmu fizikisht, dikon e kemi përkrah financiarisht. Kur do t'i mbledhim frytet e atyre investimeve, angazhimeve, shpenzimeve e kështu me radhë. Ato gjithsesi do të bëhet në botën tjetër. Kur përfundon ky gjykim, pra thuhet se do të jetojmë përjetësisht. Po. Për trunin ton aktualisht është diçka ndoshta e paimagjinueshme për shkak që ndoshta shumë shpesh thojmë që jeta e kësaj bote ka kuptim ndoshta kur jemi të mërzitur, kur jemi të gëzueshëm, kur kemi halle, kur përpiqemi, atje na përshkruhet një botë krejtësisht tjetër. Madje thuhet që nuk do të kemi halle, do të jemi 33 vjeç nëse nuk gaboj. Pra, nëse ne e analizojmë trunin ton që kemi tash, i bën që qysh unë si nor 33 vjeç dhe i thëm babës ta mirë mëngjes 33 vjeç. Interesant ka shku menja, po do të me thonë kështu.
Pra truni me qëta kapacitetin nuk na ka për këtë pjesë. Pikrisht për shkak të kësaj, Zoti ka kërku prej neve që të besojmë, për arsye se ai do të mund edhe të na sqaronte, edhe më tepër, edhe detajet mirë, po truni jon sërish truni jon nuk do t'i perceptonte. Po, s'kish me perceptuar. Po e marr një shembull tjetër. Themi Zoti nuk shihet me sy. Do të thonë nuk e kemi parë, nuk e shohim Zotin. As nuk e imagjinojmë si duhet, si duket, por përpiqemi ta përjetojmë madhështinë e tij. E dim se është. Edhe ndjejmë. Prezencën, domethënë. Po botën tjetër a kemi më pas Zotin? Perdja bën momentin kur kur të vdesim. Po. Plot perde, se ka shumë perde. Jo kur të vdesin, momentin. Po, jo disa perde bashkë kur të vdesin ose tu vdek bin disa perde. Nëse të kujtohet kemi folë javën e kaluar për kur vinë me laset me e marrë shpirtin. Po. Do të thonë, na jemi që aty një njeri po vdes. Na nuk e shohim me lasën e vdekjes, a e sheh. Po. Do të thonë, në atë moment një perde veç ju ka hek ati. Edhe do perde tjera heken, edhe do perde tjera heken ditën e gjykimit. Edhe ne e shohim Zotin kur të ringjallemi. E shohim. Po. E shohin madje, edhe jo besimtarët e shohin. Edhe jo besimtarët. Po, se kanë me u përballë, kanë me marrë pyetje, me marrë përgjegjësi. Po, përgjegjësia dhe pyetja, domethënë ju përgjigjemi drejt për drejt Zotit. Po. Ju përgjigjemi na apo është një libër që thonë libër i shkruar? Na, a din ç'është libri? Është dosja jote, ama ti ke më dhënë llogari. Domethënë ti ke plus atë se është një pjesë, për shembull, a ndodha nuk e di se ka ndodhur kjo, po më thon për shembull s'po më kujtohet valla që kjo pjesë. Po, ja, sahi, në jetën e kësaj bote sigurisht. Ana kujtohet çdo detaj. Po. Apo të tjerë, gjymtyrët kanë me folë për neve. Kanë me folë edhe gjymtyrë, ti kime pas të mundur me pa komplet jetën tonë, komplet veprimtarin tonë, s'ka me pa. Edhe Zotin me stjera, jo që s'ki ka me ikë, po Zotin me stjera shka me i pytë robet e, a mos ka diçka që s'është e jotja. Ka me thonë, jo, Zot, vallaj, krejt qështo, qysh, po qëndran qështo i kom ba, qështo i kom thonë. Se s'ka mundësi mohimi aty, se kitë perdet binë. Kretë gjonat bëhen të qarta. Për këtë arsye, të gjithë do të besojnë në ditën e gjykimit, po do të ketë Zotë të vlerës. Ka ndodhur pikërisht në ditën e gjykimit, sepse kam pa shumë përshkrime, shumë ilustrime që nështë nëna do të harroj fëmijën e tij. Ajo gjatë... Kjo është gjatë kiametit? Gjatë kiametit. Se që kjo dita e gjykimit edhe kiametit, do me thonë, është... Po, kiameti e shkatrimi i botës, pastaj vinë, ajo ka momente, ju thonë momente, shkatrimi i botës, pastaj frymja e surit, vdekja e të gjithëve, pastaj frymja e surit për ringjallje, do të ringjallën njerëzit, do të... A ka diferencë kohore kjo? Po, nuk është... Që kjo ndodhë si proces shumë shpejt? Jo, nuk ndodhë shpejt. A ka proces ma të gjatur? Ka proces të gjatur. Jo dita e gjykimit, po kjo, dita e kiametit, fyrja... Qitoja, na po i thojmë dita e gjykimit, dita e kiametit, dita e fundit, qysh dush, po kretë janë ato detajet edhe momentet e qasajt njëtës gjatë për cilën po flasim. Kemi lexuar shumë shenja që, të më thonë pak a shumë me u referu na si besimtar të besimit islam, nëse ndodhen këto shenja, jemi afër ditës së gjykimit. Shumë shpesh me ngjarje të ndryshme na lidh një shenjë që thojmë ju vëllajna afër kiametit se po ndodhen çdo. Hoqë, në basë që ty në që po ndonë për ditë shmëri, a më ndonë ti që kemi pana në i shenjë, sa do e vogël, sepse shenjat e mdaja veç dijen. Po, shenjat paralajmëruese të kiametit, ose para se me thonë për shenja, do të adim një gjohë. Gjdo gjohë që vija, ajo shkon të afru. Jemi shumë afër, gjdo ditë që jemi ma afër. Gjdo ditë jemi ma afër, tash kur themi afër, ajo është relative. Sa afër, mos është kiameti mas një jave, jo, nuk e besoj. Po mas një muaji as ashtu nuk e besoj. Pse? Për arsye se janë do zhvillimet që do të me ndodhë para kiametit që marrin ma shumë kohë. Po afër jemi veç për shkak të qasaj se lundrojmë në vazhdimsi drejt qasaj, drejt ta. Mos të më thonë, çdo gjë që vije është afër. Shenjat paralajmëruese të kiametit janë dy lloje, janë të vogla dhe të mëdha. Shenjat të vogla ka që janë paraqit para 1000 kusur vjetëve. Për shembull, profeti i fundit i njerëzimit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po shenjë paralajmëruese e kiametit. Po shenjë vogël. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë thot jam dërgu në raport me kiametin sikur këta dy gishta. Do të thonë ngjiton, jo kështu, po ngjiton, dhe me çaq afër, bile thot ka pas mundësi dhe mu bo kiameti para se me ardhune. Ka pas mundësi në kuptimin, veç për me tregu prapë afërsin se me pas mundësi kishë ndodhë, po Allahu ka vendosë që është.
Edhe janë plot sene tjera të cilat përmenden në transmetime të ndryshme, e sidomos të shenjat e vogla. Për shembull, një prej tyre thot kur të humb emaneti prit e kiametin. Qysh emaneti? Ja lën emanet në përkujdesje dikujt, qelsin e shtëpisë, ose të oborit, ose kështu më ai s'kujdeset, prit e kiametin. Ose një tjetër citat thot kur t'i jepet përgjegjësia atij që nuk është kompetent prit e kiametin. Kur ndodh kjo prit e kiametit, kur i mbledh të gjitha çto, e sheh se kiameti me gjithatë. Po na prit që kena lind, po vdek shumë dhe na të prit kiametin. Jo, çka po du me thonë është se kiameti me gjithatë është edhe një përjetim i përbotshëm. Nuk do të më prit vetë shkatërimin e botës, por do të më prit edhe shkatërimin e plot të rëndeve, terezive të kësaj bote, me sjelljet tona, me shpërfilljet tona, me devijimet tona. Që realisht edhe na thonë, ai ki po kur thonë, çysh ish moti jashtë kiamet. Po. Pse kiamet? Shi ose stuhi ose kështu me radhë i themi kiamet. Pse? Se kiamet do të thonë diçka e pakëndshme, diçka që e çrregullon shumë. Kështu që duhet kuptu se kiameti megjithatë i ka, është ai kiameti që smohohet, s'bën me u mohu, do të thonë që ka me ndodh shkatërimi i botës, apo edhe na ja bëjmë vetit ose tjerëve ja u bëjmë kiametin nga një. Mirë, po kur po flasim për 1000 vjet, 1000 vjet janë kujtë shumë për njerëzimin, sepse na kemi shkencëtar antropologë që mundohen me zbërthykojnë para 1000 vjetë, 2000 vjetë, pra kjo në konceptin e gjerë 1000 vjetë nuk ka shumë largë nëse veç jemi me diferencë kohë. 1000 vjetë të kalume nuk janë shumë, 1000 vjetë mi thonë dikuj do të me prit 1000, jo 1000 vjetë, po një vjetë mi thonë dikuj me prit, shumë. E ardhmja është pak ma e bezdishme, për ndryshe i përmende antropologët, përmende arkeologët, e ke pa kur thonë, është një krijesë, është zbulu një fosili një krijesë që supozohet këtë jetu para 7-8 milion vjetëve. 7-8 milion vjetëve, dallimi 1 milion vjetë është. Ose kaq miliard vjetëve, do të thonë që pa hynë ato se a janë hipoteza, a janë për një fakte. Po du të them se sa janë gjata 1000 vjetë, as janë të shkurta. Mirë, kisha dash më naltë disa nga shenjat më të ndaja, kjo për këtë arsye që nështë na, nëse flasim direkt për Dejjalin, nështë na e shikojmë si një monstrum që duhet më na dalë përpara në qatë formë. Po a ndodhë që nështë na komplet e kemi keq kuptu se që shdo këtë Dejjalli të e marë parasysh jetën që na jenë aty jetu. Nështë shumë shpesh shumë thjeshtë si njeri që shkakton sherrën e përbot, edhe ja shohim sherrin në shta... Këto do të me krahasu, sikur atë që thash kiameti, shkatërimi i botës edhe kiameti që e bën njerëzit njëjta gjë. Po, a ndodh që na nuk do të me prit një monstrum, kështu po është në formë? Jo, ai ka mu paraqit. Shenjat e mëdha, tash se mbeta borxh, domethënë shenjat e vogla janë paraqit, vazhdojnë të paraqiten, disa do të paraqiten më vonë. Shenjat e mëdha 10 apo 11 që janë, ato kur të fillon me u paraqite para, shkojnë formë zinxhirore, pa shkputje paraqite. Formë zinxhirore, a ka diferencë kohore, nuk shpjegohet? Jo, ka disa që shpjegohen edhe me aspektin kohor, stash për momentin nuk është se po vjen hatër, domethënë, mirë po shkojnë formë zinxhirore, pa shkputje. Jo me thonë, shenja e parë, masani është një pauzë 200 vjet, masani shenja, jo, shkojnë formë zinxhirore, ato shenjat e mëdha masani janë zhvillime të shpejta, zhvillime drastike dhe dramatike. Edhe Dejjalli është një prej tyne. Para se me ndodh ato, jeta hala ka shpresë me ka një farë rahati. Po, se thua që do të ketë një rahati në tokë. Po, para do të përhapet islami më shumë. Po. Po dhe nuk do të ketë, pse nuk do të ketë lindje të djemve, të më thanë fëmijëve, foshnjave djemë, pse nuk vazhdimësia e gjeneratave? Qëto se pas nani. A nuk e një? Nuk e një. Okej, më falë se nështë se kom një që nanat nuk do të lindin veç që vajza, jo djemë. Jo, nuk e kam dëgju. Kërkoj falje që shto e kom. Jo, mos kërkoj falje, ndoshta është e saktë. Jo, kurse keni te unë e se ma heq, po unë e kam lexuar në përvenet të ndryshme që nuk do të lindin shumë djemë, si do që tjetë, do më thonë, kiameti, zhvillimet para kiametit do t'jenë zhvillime të ndryshme. Po ato të fundit kanë dinamika, këto tjerat shkojnë, qërë edhe dunjaja sot është halakat shumë. Po, prej që e mojnë armend, është që unë jam gjenerat e re, po të tjertë, për shembull, gjithoj qështo logu shku, logu është, jo, gjithoj kur market sukan. Unë e majmen pak ma shumë se ti, po qështo logu si kur shtash, menoj që së kanë asë njerë. E që kjo halakam, qëka për i bjenë? Qështo njerëzit mos më bora hatë, halakam është mos më bora hatë.
Njerëzit mos me e durun njëri tjetër. A din çka është të ndodhur në Pse botë? pra arrihet në botën e stabilitet në aspektin e fesë, ka shumë, domethënë ka shumë njerëz që pranojnë Islamin, gjë që është fakt, është e vërtetë se kom dëgjuar edhe nëpër Evropë që shumë evropian po i kthehen Islamit. Pse duhet, a ka shpjegim që pse njerëzit njëherë arrin një farë stabiliteti edhe monetar, në fakt edhe material, edhe fetar, dhe më pas gjithë kësaj qetësie duhet me ndodh një stuhi si shenjat e kiametit, po. A ka një shpjegim? Po, Zoti e ka kurdis dunjan që ashtu edhe nuk sikur t'ishte e shpjegueshme krejt në base edhe s'do t'ishte interesant. Por edhe zhvillimet nga njëherë edhe zhvillimet mund të analizohen, s'kisha pas qef me u kesh kuptu gjithsesi, po mund të analizohen edhe si para lajmërime se jeta po shkon, dunjaja po shkon ka shkatërimi fatkeqësisht. Ajo çka mu më shqetëson, nuk janë ato shenjat e mëdha të kiametit, inshallah nuk i presim na, se si ti presim edhe kiametin. Po më shqetëson pse në mes njerëzve me pas ka shumë mosdurim sot. Për shembull, sa 8 miliard parafërsisht është numri i banorëve të tokës, do të thonë e shohim se toka na mjafton. Do shta sikur të ishin 16 miliard, prap do të na mjaftonte, se ka vende të pabanuara në dunja sa dush. Përveç kësaj ka edhe ushqim të mjaftueshëm, ka edhe ujë të mjaftueshëm, ka edhe kështu me radhë. Kush po e prish? Kush po e prish botën sot? Po e prish vetë njeriu. Janë grupe caktuara që nuk e lujnë rahat njerëzimi. Sakt, nuk po du me hinë në të thellësitë të asaj, veç po du njeriu si njeri me e trajtu që njeriu për një mend din me kanë. Këto veç e diskutojnë çet problem, tjerë veç kanë vendosur se çka po dojnë me bu me rendin botror. Pra pikërisht. Është pa pikërisht, pse duhet dikush me vdek për me jetuan? Pse duhet dikush me u zhduk për me pasun ma mirë? Pse 100 pseja janë këtu që s'kem nevojë me dhonë përgjigje, na mjafton me mendur rreth tyne. Po. Edhe këtu e shes se sa djallëzor din me qenë njeriu. Edhe kur din njeriu ka djallëzor me qenë, edhe ka shumë me evoluar në këtë aspekt, e që mu që ditë masari, pëse do të me harë dikur edhe me u shkatru dënjaja, me u bo kiamit. Mirë, apo na tregojnë kështu, për shembull, janë nis prej fillimit deri në fund, përveç shenjave, tani çka ndodh? Shkatërrohet bota. Tani ringjallësh. Ç'është ringjallja? Ringjallja, ç'është ringjallja? Ringjallja është rikrijem, të cilin Allahu i Madhruar e përshkruan në Kur'an si jo më të lehtë për Zotin, se për Zotin s'ka kur gjë të vështirë, po më të lehtë për logjikën tonë, thotë. Më lehtë është me rikriju se sa çka qenë me kriju herën e parë. Edhe një të përditshme kur të përmirësosh një punë dikujt më të vështirë duket se sa më janë nisë fillimit vetë me kri. Jo, më lehtë është, jo me përmirësu, jo më vështirë. Më lehtë është me gjetë vërejtje punës dikujt. Po i rregullu dëgjona, për shembull, është më vështirë. Domethënë, Zoti do të rikrijojë njerëzit, po me atë identitet që kanë qenë. Komplet. Do t'i ringjall, po. Shpirti, e kemi përmend javën e kaluar, me rastin e vdekjes ndahet prej trupit, me ringjallje bashkohen prapë. Po ai trupi ndërkohë është bodhe, është transformuar, po Zoti do ta rikrijojë sërish, po shpirti do të jetë i njëjti, edhe do të ringjallet me atë bagazhin që me thonë me strajcën që e ka marrë prej jetës së kësaj bote. Kjo ringjallja ndodh në tokë? Zoti thotë se do ta krijojë një tokë tjetër. Një tokë tjetër. Okej. Një tokë tjetër. Aty do të takohemi me Zotin. Edhe aty do të dalin të gjithë pa preshte. Ata që kanë jetuar prej Ademit alayhis salam, deri në kohën tonë, deri në kiamet. Të gjithë në një fushë të vetme do të dalin, po ajo fushë nuk imagjinohet si një fushë e caktuar në jetën e kësaj bote. Për trunin tonë sot është absolutisht është një dimension krejt tjetër që thjesht do të me besu se Zoti do ta rikrijojë botën edhe një herë. Edhe pastaj aty nuk do të ketë mundësi kërkush të ndërmarrë kur një farë veprimi. S'ka aty me thonë, Zot, vallaj, pas ke qeni vërtet, mu m'jen keq që s'të besua, ma shtash u binda që ti po ekzistoj, se është vonë ma atëherë, nuk ka asi. Ose dikush që ka bo keq, o Zot, vallaj, me më kthy edhe një herë tash kisha bo mirë. Nuk e jep Allahu mundësinë e dytë. Dikush mund të më thonë, nuk do të ishte ma tu e pas parasysh se po flasim për një Zot i cili është shumë i mëshirshëm.
pse mos më ia edhe mundësinë e dytë, Zoti i plotfuqishëm thotë atyre edhe sikur të jepej mundësia, prap nuk do të, për shembull, sa njerëzit janë sot në jetën e kësaj bote, të cilët kur përballen me drejtësinë shprehin keqardhje. Në momentin që e vujnë dënimin i kthehen prap veprimtarisë të kaluara kriminale. Kështu është njeriu. Kështu është njeriu. Edhe pastaj njerëzit do të presin gjykimin, gjykimi do të ndodh, Zoti do të merret me secilin, është i plot fuqishëm dhe i gjithë poshtetshëm, tash s'muj me imagjinone kur merret me mua, a ka më marrë njëkohësisht edhe me dikon tjetër, po pastaj do të vinë fletushkat ose regjistrat e veprave, pastaj veprat do të qiten peshorët e veprave, është gjëja më interesante ose një ndër gjërat interesante. Jo, po mu bën përshtypje shumë, për arsye se ne matim shumë gjëra në këtë jetë, matim distanca me metër, ose matim pesha me kilogram, ose matim vëllime me litër, ose kështu me radhë, po për shembull fjalën, a mundëm me e matë? Zoni mundet me u matë, me decibel, për shembull. Po fjalën s'mundëm me e matë, një vepër të caktuar s'mundëm me e matë, një shikim kështu ose tash për shembull edhe po paralelen me vepër me veprën çu shkim me matë. Ajo pikërisht peshorët do të jenë paralele. Edhe njëra anë e peshorës do të jenë veprat e liga, tjetra anë e peshorës do të jenë veprat e mira, edhe njerëzit do të peshojnë sipas asaj që do të mbipeshojnë. Do e pas parasysh se veç mirë ose veç keq mbase nuk do të ketë. Ndoshta do të dominojë të dikush e keqja në masë të madhe, po du me thonë të njerëzit gjithë ka me pas edhe përgjithësi për gabimet e ndryshme. A ka përshkrime që nështë dikush mundet mu barazu edhe me të mirën? Po, megjithatë një detaj i vogël ka me e bo dallime. Një detaj, gjithë dallimi do të bëhet, pra? Po, dallimi do të bëhet gjithsesi. Një detaj i vogël do ta bëj dallimin, për këtë arsye tash kur flasim për këtë temë, do të kthehemi sërish tash derisa jemi tu jetu këtu dhe kemi mundësinë me zgjedh. Është një udhëzim interesant, profetik, thotë mos nënvlerëso asgjë prej veprave të mira. Qoftë edhe ta takosh vllajën tënd me fytyrë të buzëqeshëm. Do të thonë një njeri mundesh me e taku kështu, edhe mundesh me e taku kështu. Për neve, s'është ndonjë dallim i madh. Mirë, po që kjo buzëqeshja ka me u shëndru në vepër, e cila ka me pas pesh, edhe mundet për shkak të asaj buzëqeshjes me mbipeshu. Me i hup të tjera. Jo me i hup, me i fitu. Ose një gotë me ujë, ose një kafshat bukë, ose i ka dhënë qenit ujë, ose i ka dhënë macës ujë, ose do të thonë gjëra që ne nganjëherë në jetën edhe për ditëshmërinë tonë nuk është se i vlerësojmë gjithaq. A ngjallën të gjitha krijesat apo veç njeriu? Jo, të gjitha ngjallën. Të parasysh ne jemi të ndërgjegjshëm se çka bojmë, dhe kemi domethënë ngjallën edhe krijesa të tjera, mirë po ato nuk kanë përgjegjësi. Ato prap Zoti i urdhëron edhe sërish bëhen dhe. Okej. Domethënë ato veç ngjallën për çka? Për me dëshmu për njëri tjetrin? Ka mundësi edhe ajo. Mbase ka ardhur disa transmetime, thotë sa që delja me brina që e ka vrarë këtë delën pa brina, të realizohet një drejtësi dhe pastaj bëhen dhe. Kjo është. Mirë po, te pjesa e kësaj dhe në jetën e kësaj toke, kur ne i diskutojmë këto shenjat, për shembull, shpesh veç kur i kemi të lexuara nuk na dokën kur gjë. Po ne kemi lexuar që ditën e Kiametit e presin ndoshta veç njerëz që nuk janë besimtarë. Shkatrimin si mas gjitha gjasave e presin vetëm njerëz të këqij. Se s'do është me thonë njerëz të këqij, po do është me thonë që nështë po ma mirë është me thonë njerëz të këqij. Po, e pse? Po se është në mes tjera është përjetimi i pakëndshëm, përjetimi i keq, edhe Zoti si mas gjitha gjasave njerëz të mirë i kursen. I merr para. E kur fryn çajo ç'është po thu? Fryn një farë ere, se thashon e po ti po e thu, po çfarë është, i merr shpirtat e këtë besimtarëve. Do të thonë se ka besimtarë që mund me jetu edhe deri në çat moment, edhe i merr erat e besimtarëve. E mirë. Tash pak a shumë e kemi diskutuar në jetën e varrit që do të hapë dritaria dhe pak a shumë e ke idenë se çka të pret, ku do të shkosh, në xhenem apo në xhenet. Shpesh kemi lexuar që pejgamberi i ka pa, do të thonë xhenetin, edhe ka thonë që aty pash një kështu, aty pash një qysh është e mundur kur ne kemi mësuar që dyert e xhenetit hapen në ditën e gjykimit. Tash, a ka njerëz tash sot në xhenet, a këne ka pa pejgamberi? Bravo. Ki ka dy mundësi. Ose
për një mend i ka pa ata që janë vendos shpirtrat e tyre në xhenet, për arsye se ka transmetime, shpirtrat e dëshmorëve tash veç janë vendosur në xhenet. Ata s'kan me llogari, okay, po. Sakt. Ose tjetra e kam pa këte kështu, ose në xhenet, ose në xhenem, ka mundësi që Allahu ja ka bërë të mundshme me i pa pamjet çysh do të jetë. Çysh do të jetë. Okay. Tash kemi të bëjmë me Zotin i cili është i plot fuqishëm. Edhe ka mundësi domethënë që edhe kjo e ka si më thon, ja ka mundsu Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pa edhe xhenetin edhe xhenemin çysh ka me qenë. A flitet shumë Kur'an për xhenetin edhe xhenemin? Po, shumë flitet. Flitet është disa interesant në Kur'an, ajetet që kanë zbrit në periudhën e parë të zbritjes së Kur'anit, që është në Mekë derisa kanë qenë, është fol për xhenetin edhe xhenemin shumë për me shti njerëzit me besu. Për arsye se koncepti i besimit islam, që përbëhet prej 6 shtyllave kryesore, besimin Allahun, në melaqet, në librat, në pejgambert, në ditën e gjykimit edhe në caktimin, këto janë shtylla, edhe asnjërin prej tyre nuk bën me eluhat në asnjë mënyrë. Pa kontestueshme. Bravo. Ndërsa kur dojmë me i përmend shpejt, ose ka një citat, edhe ajete, edhe hadithe, veçohet veç besimin Allahun edhe në botën e përtejme. Pse? Unë menoj se për shkak të ndikimit që e ka edhe do të me pas të njeriu. Ndikimit tash, derisa po flasëm, derisa njerëzit jetojnë, e kom thonë edhe në të kaluar, në emisionet e kaluara, që besimi sikur të mos kishte një refleksion, ose sikur të mos do të duhet kishte një refleksion në sjelljen tonë, qëndrimet tona, në veprimet tona të kësaj bote, do të ishte, besimi është sprovë gjithsesi, po do të ishte sprovë e panevojshme. Do të thonë, veç me besu çështo, pa ndonjë jo, secila pjesë, secili detaj i besimit do duhet të përkthehej në diçka konkrete në jetën tonë të kësaj bote. Mes tjerash edhe kur Zoti thotë se të mirët do të përfundojnë në xhenet, ndërsa të këqijt do të përfundojnë në xhenem, atëherë neve na jepet mundësia ku po duam të shkuan. Po. Edhe e zgjedh rrugën, e zgjedh. A është e vështirë me fitu xhenetin hoq? Xheneti don seriozitet. Xheneti don përkushtim, xheneti don edhe përzemërsi, sinqeritet. Por nuk është e vështirë me fitu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë të gjithë do të futen në xhenet përveç atyre që nuk do. Do të thonë Allahu e ka bërë as të mundshëm xhenetin. Kjo i ka dy kanë të vështrime, dy perspektiva me të cilave do të me e këshyrë xhenetin. E para, me e këshyrë xhenetin si xhenet, çka ka në te, çfarë shpërblimi është, mbase asnjëri prej neve jo që nuk do të lakmonte, por nuk do ta shpresonte xhenetin për shkak se çysh muj me arritun e këtë. Sikur me i thon dikujt, apo don me ble një ndërtesë 100 katëshe në Filonvendin, vendin më të shtrenjtë botës. Po shumë e mirë, shumë tërheqëse, po s'ka mundësi me ble atë. Xheneti është i këtillë. Mirë po, domethënë për cilësinë s'mund është ti me e dhonë çmimin, a për me e fitu statusin, shumë lehtë është. Statusin e xhenetliut. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë asnjëri prej jush nuk do ta fitojë xhenetin me punët e veta, e ka pas qëllimin te cilësia, por te statusi s'do të kishte kuptim të ishte ndryshe, për shkak se Zoti thotë futuni në xhenet për shkak të asaj që keni vepruar. Kështu që është e mundshme me e fitu, po njëkohësisht është edhe e lehtë dhe kemi dëshmi të panumërta për gjëra të cilat njerëzit e kanë fituar xhenetin me krit pak sen. Dëshmi. Po ka dëshmi të gjalla. Jo dëshmi të gjalla, po gjëra që ne ka rrëfy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po, që kanë ndodhur më herët po. Për shembull, njëri prej tyre thotë ka qenë duke ecë një shteg. Ka mujt me qenë shteg malor, pak ka rëndësi, po thotë në një moment thotë ajo një shkurë është rrit pak më shumë edhe kur të hecësh aty s'mundesh me hec pa u ngrit. Çka ka bëj? E ka marrë dhe i ka prej ato degtë asaj shkurrës, ka thonë jo vetëm për vete që po kaloj, po kush do të të kalon, le të kalon në rahati. Thotë Zoti ja ka pranuar çat vepra dhe e ka çuar në xhenet. Tash a ka ndodh e ka çuar në xhenet apo ja ka pranuar veprën e ja ka siguruar statusin e çon në xhenet? Kjo është pastaj temë tjetër sipas asaj që e përmendëm më herët. Ose ka ndodhur ai burri që i ka dhënë qenit ujë, ose ka qenë edhe ajo femra e pamoralshme që është përmend, po i ka dhënë qenit ujë edhe për çata e ka fitu faljen edhe mëshirën e Allahut të plot. Nuk e di, e kam diskutu me juve, po gjithsesi po e bëj këtë diskutim për shkak që shumë shpesh neve na ndodh që pa vetdijen tonë ndoshta
thojmë a jesh xhenetli valla, abeden a kena drejt na për shembull me u drejtu. Po, nëse se kemi synimin, na me jap verdiktin për diçka që është shumë e po, madhe. nëse se kemi synimin me dhënë verdikt dhe gjykim të prerë, besoj që është thjesht fjalë për me përshkru sa i mirë është ai njeri, ose përpjekje jonja me përshkru sa i mirë është. Në këtë rast nuk him gjuna. A nëse dojmë verdikt me thonë, kush jam unë me kallëzu, kush është xhenetli, kush është xhenemli, unë për vete se di. Zban do më thonë, xhenemli zban me i thonë kërkujt. Jo, për shkak se ti se din që shka me përfundua e njeri. A xhenetli edhe nëse gaban, është një rregull në Islam. Thot nëse gabon me vlerësu pozitivisht gabimisht, është ma mirë se me vlerësu negativisht gabimisht. Do thënë ma mirë është me shpërblyt dikan, dhe edhe nëse se meriton se sa me dënu dikan, që nuk e meriton. Pra duhet t'jemi të prirur për ka e mira. Po, kështu që nëse themi xhenetli, ama thjesht e kemi qëllimin që a njeri primesh njeri i mirë, të paktën në atë që ka na duket neve, besoj që s'ka kur zot keqe. Mirë. Te pjesa e botës së përtejme, hoqë përgjithësi tash, besimtari dhe ai i cili e ka fitu xhenetin, normalisht që do t'jetë përjetësisht dhe do t'i shijoj të gjitha të mira që Zoti ka caktu për të. Por, në anën tjetër është edhe xhenemi. Tash, sa i keq duhesh me kohë për më shku në xhenem, se nuk po di çish me ta bëj pyetjen. Jo, shumë mirë po e bë pyetjen, edhe unë e kisha lënë përgjigjen veç pyetje. Sa i keq duhesh me kohë. Fillimisht më lejo të them kështu. Xheneti dhe xhenemi ekzistojnë. Zoti ja kalon 8 porta, 8 vendkalime xhenetit. Po. Xhenemit ja kalon 7. Kjo dëshmon se mëshira e Allahut e ka të i kalu zemrimin e tij. Mëshira e tij madje të i kalon edhe drejtësinë e tij. Kur thonë të i kalon drejtësinë e tij, nuk është se Allah është i padrejt. Allah është shumë i drejtë, po nganjëherë për të i drejtësisë me mëshirë i trajton njerëz. Çka thonë, imagjino nona që don fëmijë, Zoti don Allah edhe më shumë. Sakt. Po. Edhe kthehemi te ajo. Për një degë të shkurës e ka çu filonin në xhenet. Po. Filonia tani jetën ka bë punë jo të mira, një pak ujë çenit ja ka dhënë, shkojnë në xhenet. Filonin në xhenet, edhe Allah këtë për ai tregon neve. Edhe në fund me dal dikush s'po duani me shku në xhenet. Po nëse s'do me shku në xhenet, kush ka faj? Abeden është pak a menon ti keq duhesh me kohë këtu xhenemin. Për kësaj s'po duan me dhon përgjigje. Kushdo që e ka këtë pyetje, le të imagjinoni një situatë prej situatave, jo që detyrimisht jena përballë vetë me to, po hajtë të imagjinojmë njerëzit që kemi dëgjuar në historinë tonë, ose këtë të fundit, luftës të fundit, ose të luftrave që i kemi përjetuar zullum, sukon veç 98-99. Do thonë kohë gjatë. Kur i dëgjon do histori, po shas Zotin për sota njerëz, xhenemi pak doket. Apo i thosh? Po. Po çfarë njeri do të më kon për më shkon në xhenem, për më meritu në xhenem? Realisht jo çfarë njeri, çfarë pa njeri. Kur shkojmë dikun me pa dikujt që i ka vdek prindi, nona sidomos, njerëzit kanë prirje me thonë, inshallah jo ka bo halal. Është një lutje e mirë është kjo, po këtë don pak sharim, qysh s'ta bon nona halal. Ose baba, çka do që ke bo, ta bon halal se ka shumë dhëmshuri. Prindi për fëmijën ka ma shumë dhëmshuri se sa anasjelltas. E thonë nga njëherë, bëj një koment ku ka hapësirë me bo. Thonë, po, dosh me konë shumë i keq që nona mos me ta bo halal. Se nona gjithqysh ta bon halal. Amo nëse nona për një me ka arë në qatë nivel që mos mi avo halal fëmijës vetë, ja ka plas zemrën. Edhe, po them edhe në këtë tjetërën tash, këtë të pyetja juaj, nëse Zoti ka vendosur me e çu dikan në xhenem, dihet që ai e ka merituar se ky Zot kaq i mëshirshëm që është që e njohim ne, s'kish vepruar ndryshe. Ka njerëz që dalin nga xhenemi për të shkuar në xhenet? Po. Cilë janë? Ka njerëz që tash për me dëshmu mëshirën, gjithë mëshirën e Allahut, s'ka njeri i cili do të hyjë në xhenet e do të dalë. Por ka. Po ka njerëz që do të hyjnë në xhenem e do të dalin. Pse hyjnë edhe pse dalin? Po hyjnë për shkak të asaj që e kanë merituar, dalin për shkak se kanë merituar me mbet për gjithmonë aty. Disa. Qysh? Po ka vdek me besim. Veprat e tina të mira s'kan mri sa me e siguruar shpëtimin. Edhe do të me shku se ka meritu amnestin, do të me shku mu pastru.
Mirë, pse ka 8 dyrë, 8 shkallë të xhenemit? Pse ndryshon, xhenetit, pse ndryshon, domethënë shkalla për shkallës? Çka është kjo? Jo. Çka është? 8 dyrë janë portat ka kanë me hy, a shkallët janë me qindra. Pse janë 8 portat të xhenetit? Po janë specifikuar me kalu njerëzit. Edhe aty ndahen njerëz ta qysh? Po mund ndahen, po ajo ndamje ka me qenë ndamje privilegje, jo ndamje... A të thëtë që porta e parë ka shumë dalje me portën e tjetë? Jo detyrimisht, bashkë edhe nuk di bile të ketë dallime, po do të ftohen njerëzit nga porta e agjerimit, do të ftohen njerëzit nga porta e namazit, thjesht do të jenë hymje privilegjit edhe të nderit. Krejt portat janë VIP, kërkush s'do të ndihet i diskriminuar pse do të futet prej portës 5 ose 6. Jo, përkundrazi. Mirë, këta njerëz që ringjallën dhe buan gati për jetën e përtejme, a do të kenë memorje për botën? Po, qysh ja. Po, e përshkruan Kurani momente interesante. Për shembull, dikush në xhenet do të thotë, e kam pasur një shok në dunja, më thonte, a je normal, po beson në ringjallje. Do të thonë, edhe kësi do të ketë. Do të kujtoj njerëzit dikush që i ka përqesh për shkak të besimit në ringjallje, dikush që kështu, dikush. Ka drejt një njeri që në xhenet me lyp një njeri që në xhenem? Ka drejt, po mbase nuk do t'i plotësohet detyrimisht. Po ka raste kur edhe do t'a kërkon dikush. Ka njerëz hala pa hyrë në xhenet që dikush do të ndërmjetësoj për dikend. Dikush për dikend, prindi për fëmijën, fëmija për prindin, fëmijët e vegjël që kanë vdek, edhe i thot Zoti, ju do të shkoni në xhenet, thotë shkojnë në xhenet pa nonën tëm ose pa babën tëm. Pastaj dëshmorët, secili dëshmor do të ndërmjetësoj për 70 të përzgjedhur antar të familjes e miq 70. Do të thonë ai dëshmor për bën punën që na neves na kujtohet brenda ditës me. Ajo është punë e madhe, por çata me qenë dëshmor nuk është punë e vogël. Interesant. Kemi folëm duke javën e kaluar nëse të kujtohet kur folëm për idealizmin. Atë çon mendja me shkon luftë, atë çon zemra, atë çon dyja të bashk. Çon besimin radh parë për shkak se ti e sheh se nuk janë vetëm përfitimet e kësaj bote. Dëshmori se pret lirin, se pret as fundin e betejës. As fitoren se pret, mirë po, për këtë arsye Zoti i Madhreshëm në mënyrë jashtëzakonisht të mrekullueshme ja kompenzon të gjitha. Po, që domethënë ditën e Kiametit mos të përshkruajmë shumë sepse kemi lexuar shumë rreth kësaj, po du për këto dy xhenetin dhe xhenemin, në fakt kur thasha ka drejt një person me kërku një person tjetër që është në xhenem, pas ka raste, po aty këshyret sa po të plotësohet ajo. Personat brenda xhenetit, domethënë a ka drejt që mu për shembull dikush më ka humb jetën e kësaj bote edhe nuk e kam pa më dhe më ka me pikë të jetën me pas. Do të kenë mundësi, njerëzit me u taku. Përveç me u taku me pas. Domethënë ç'është jetohet atje, me u taku me nejt, me fol. Sigurisht se po, takimet përshkruhen. Qysh përshkruhen? Në radhë parë duhet ta kuptojmë një gjë. Jeta e xhenetit është jetë e përkryme. Kur them jetë e përkryme, do të thonë e te i kalon çdo imagjinat tona. Për këtë arsye gjithmonë Nali ti kush të ta jam gjente me jetu të jetën në mënyrë të përkryme. Allahu e përshkruan një gjë shumë interesante këto. Njerëzit në jetën e kësaj bote, sado që e kanë jetën e mirë dhe luksoze, kanë qef nga njëherë prej pallateve me zbritë dhe me dalë në mal me ngrej një çadër dhe me najt me kalu një natë dy. Pse se është ta lyp çashtu vetë. Po, është një ndrejmë i ambientit. E veçanta e xhenetit atë cila është një prej të veçantave të xhenetit, atje s'ka monotoni. Okej. Allah thot në surën Kehf, thot do të qëndrojnë aty përgjithmonë edhe kur s'do të dëshironin të largohen prej aty. S'ndjejnë monotoni. Pse mosha 33 vjeç? Po mbase është mosha më interesante, ku e di. Për mu që jam 55 vjeç, 33 vjeç më duket fantastike. Po, veç, për shembull, të gjithë që t'jenë 33 vjeç, unë e thash edhe një herë që për imagjinatën tonë këto duket pak edhe interesante dhe sfiduese në fakt nëse jemi të gjithë 33 vjeç. Ti 33 vjeç, prindi 33 vjeç, po jo përkundrazit do të jetë fantastike. Pse? Se e din që është prindi ai, ama s'është plak. Ne jena mësu për shembull prindërit me i pasën në moshë të shtyme, kështu që. Okej, a do të ketë rritje fetare atje? Obligime jo. Jo, obligime s'ka, obligime ndalesa s'ka. Jo.
Njerëzit do ta madhrojnë Allahun nga kënaqësia për atë. Në ditën e gjykimit do e shohim Zotin. Po. Në xhenet vazhdimisht do e shohim? Jo, në xhenet do ta shohim kohë pas kohe, po çdo shikim në Zotin do të jetë aq i mrekullueshëm, saqë në përshkrim ka ardhur se xhenetlit do t'i harrojnë të gjitha kënaqësitë nga kënaqësia e shikumit në Allahun fuqiplot. E mirë. Të kjo që unë gabova që thash, nuk e di ku e kom lexuar për gratë shtatzanë të cilët nuk do të lindin më djem vetëm vajza, shkronjat e Kuranit hoq para kiametit do të ngjiten në qiell? Po thuhet se do të ngritet teksti i Kuranit, do të mbetën. Po kjo pse nuk e di pse. Okej. Po njerëzit mbase do ta shpërfillin Kuranin, do ta harrojnë. Edhe kur e harrojnë se shef Kurani historikisht na e din ç'është shtrujt, ç'i ka mbietu kohës. Në dy aspekte. Në aspektin që njerëzit e kanë memorizuar, edhe e kanë shkru. Edhe pastaj mbase njerëzit mos do të ketë kush se do ta mbajnë mend, kush më shkruan. Se kjo është një debat këgjë i madh në botën islame te pjesa e Kuranit, edhe te memorizimi për shkak që ka edhe diskutime, kundërshtime që ndoshta jo harru, jo. Ja su harru, ja. Përkundrazi, memorizimi i Kuranit është aq i mrekullueshëm edhe sot. Saqë me e marr një dietar për dietarëve të mëdhej, edhe me e marr një fëmijë ka edhe të nejë, të shqiptarë, 10 vjeçar, 12, 13, 14, hafëz. Po. Njëjtë lexojnë Kuranin. Me e marr një njeri që e din gjuhën arabe, edhe njeri që din gjuhën arabe, njëjtë lexojnë Kuranin. Jo, është interesant kjo, po. Po, veç. Është pak që kushton me bo debat të kjo pjesa, ekziston pjesa debatit. Debat gjithmonë njerëzit bojnë, mirë po sot. A kalimi pri kalimet, Ja, absolutisht. Sot nuk ka diçka më konsenzuale se sa Kurani sot. Shumë qetë jena të folë për fundin e botës. Jo, tash më thamë, është një temë fundi botës dhe ne po e diskutojmë shumë qetë. Pa duhet kemi frikë nga dita e gjykimit dhe nga fundi botës. As i frike, të edhin që ndojën e frikën, jo as i frike që ti humbë shpresat, po frike cila po dhënë kujdes, po që shja. Qësh më pregadit nga për ditën e gjykimit? Po, me e njoft, unë menoj se cili prej neve, le ti harrojnë këtë të fjallë që i kom thonë unë e sonte, krejt halal e kanë, nuk ka të lashe. Mere Kuranin, lexoje çka thot Kurani për ditën e gjykimit edhe për botën e përtejme, e shet çfarë lidhmërie interesante ka. Ka përshkrime shumë të rënda në Kuran për ditën e gjykimit? Ka nganjëherë edhe pse të ndodh një përshkrim Po, kaq i vrasht? dikush ka nevojë me u friksu. Dikush ka nevojë me u friksu. Për shembull, ne në jetën e përditshme, sapo e diskutuam, sapo tham, pse me shku njerin në xhenem për gjithmonë. Mbase mund të themi edhe për këto gjonat e përditshme, pse me ekzistu dënimi me vdekje, ose pse me ekzistu dënimi me burgim të përjetshëm. Edhe këto psejet tona janë shumë të logjikshme për pozicionin që kemi ne, për çështje e perceptojmë mirë, po çfarë njerëz ka bota, për një mend dikush ka nevojë edhe me u friksu aq. Në ditën e gjykimit ato të marrin vesh gjithçka që dikush na ka bërë. Relacioni person me person. Po. Do të thonë, a kemi përballë një njeri? Po, edhe do ta kesh mundësinë mos m'ia fal. Nëse ki hak. Se ju tha që se na shtonë kom keq kuptu, Zoti nuk fal kur gjë. Tash nëse unë e vendosim në ditën e gjykimit m'ia fal, s'ki me vendos, problemi është me vendos m'ia fal, të e pas parasysh se ty të vyjnë se vapet ose ki qef me u rahatu prej gjinave. Dhe mungesa e gatishmërisë për me fal vjen pikërisht si rrjedhojë e kësaj. A ka përshkrime qysh? Merrmi do gjinohen, ndash me ta fal. A qështu bëhet? Po, transakcion qështu janë, s'ka aty pare, s'ka euro, s'ka arese. Po, do më tona jena në gjendje me kuptu në është ta që me vite kemi rrugtu me një person, qoftë për shembull i afër, qoftë familjar, qoftë shoqëri, dhe në fund te aty kemi kuptu krejt? A ka diçka që nështë nuk ka nevojë me dalë para krejtëve? Nështë edhe ka që s'ka nevojë me dalë para krejtëve, ajo punë e Zotit është. Mirë, po flasë që flasin mësimet islame. Ja, çka po them një gjë tjetër. Në ditën e gjykimit, në xhenet. Tash mos të mbajmë te dita e gjykimit, po shumë xhenet. Shumë pozitiv. Në xhenet mund të takohen dy persona që njëri e ka vrarë tjetrin. Okej, edhe? Edhe do të rrinë aty, do të hanë, do të pinë bashkë, edhe s'do të kenë
asnjë hatërmbetje ndërmjet vetë. Jo në xhenet, po në ditën e gjykimit do të ketë hatërmbetje? Unë po flas për në xhenet. Okej, po insistoj për ditën e gjykimit. Pse po e them këtë? Për arsye se njeriu në momentin që e kalon pragun e xhenetit, të gjitha ato ngarkesat negative, urrëtie, hatër e kështu me radhë, të gjitha do të zhduken. Edhe njerëzit do të rrinë. Pse? Qysh e ka vrarë ky ato edhe të dytë në xhenet? Po ky e ka vrarë duke qenë kriminal. Pastaj me kalimin e kohës është penduar, është bë burr i mirë dhe i ka çuar Zoti në xhenet të dytë. Ajo mundësia të ka bë dikush e ti e merr vesh e kështu me radhë, veç duhet me e kuptu se nëse ki hak edhe ki drejt, Zoti ka me të kompenzu. Edhe... Ka që me aftan? Mjaftan besoj. Mirë. Shumë pyetje të rona, po nuk po ti bëj ma mirë, sa tani ti po më delte pozitiviteti, po kam pak problem të këpjes. Po nëse ki synim, nëse e ky synim me më qitë të negativiteti, atëherë thyrë dikon tjetër, jo, nëse kesh kupto, po nështë ta për shembull kena nevojë me i ditë ma detajisht këto pjesë. Po është pa mundun me i sqaru me një bisedë sikur kja. Sepse kuptohet, po për shembull, na për diskutojnë a ditën e gjykimit, për diskutojnë a xhenetin dhe xhenemin, po edhe te pjesa e kiametit janë shumë dëgjona që nështë kanë me ndodhë në këtë tokë, po janë shumë të pa imagjinueshme për neve. Diçka që nështë nga një rregull, po ta është në kaos, po jemi mësuar me çet kaos. Me ndodhë diçka qysh i përshkruan, domethënë qysh përshkruan shenjat e mëdha, është pak e rënë për trunin e njeriu. Nuk është e rënë, është e rënë për trunin tënd edhe temin se na themi bota është në kaos, por na nuk e dimë çka është kaosi. Po për çfarë? Them se kaosi, çka është kaosi e din ata që s'mundën me i qelë sytë prej bombardimeve të ndryshme, prej dhunimeve të ndryshme, prej shkatrimeve dhe zulumit. Ata me i pyet, ndoshta ndryshe e perceptojnë botën tjetër dhe thonë, pikërisht kjo është ajo që i duhet njerëzimet. Për fund, kam dëgjuar që thonë, po jetojna veç për botën tjetër, nuk po na intereson çka bëhet në këtë botë, a kena, s'kena, domethënë jena fokusohet njëri komplet veç për jetën e përtejme. A ke taku na që si njerët e a? Se unë s'kum pa kohë. Po, këm taku. Unë kur s'kum pa njerë si intereson kje botë. Jo që si intereson, po thjesht për shembull është i fokusuar më shumë edhe gjithçka këto i duket jo shumë e rëndësishme. Ja, shef. Tash, a duhet jetojmë edhe për këtë botë, t'i arrim të mirat e kësaj bote? Po çto e fitojmë xhenetin? Po tash mbaret. Çto e fitojmë xhenetin? Nëse se përjetojmë ç't jetë edhe ç't botë, çysh duhet edhe. Realisht po them kom taku persona, jo shumë, që janë të fokusuar komplet veç te bota e përtejme dhe realisht nuk lënë për shtypje asgjë. Çysh jetojnë ata? A punojnë për me jetu? Janë sikur ç'sh më thonë. Çdo gjë e tepërt është e tepërt besoj. Apo a i kemi, domethënë, a jemi detyruar me punu për që të botë tamam kështu me jetu qysh? Me jetu si mas mire. Si mas mire, po. Kur që s'ka të keqe këto. Domethënë me jetu për këtë botë, edhe me jetu për botën tjetër, paralelisht. E qysh mund me jetu për të botë? Po këto nuk eliminohen ndërmjet vete. Në fillim të bisedës javës kalume, nëse të kujtohet, kena thonë që feja edhe shkenca nuk eliminohen ndërmjet vete. Dikush mundohet me eliminu, por nuk eliminohen. Kur nuk do të me marë a priori logjikën eliminuese, kur mundën dy sene me konë në regull. Po dhe zë dhe shpirtja dhe trupit e ke ka plot dualizma në jetën tonë të kësaj bote, do më thonë që funksionojnë edhe e bojnë jetën interesante. Tash këtu Zoti na ka kriju, na ka kriju çdo me jetë. Për që tokë, për që tjetë. Por me mbjetu, na s'kem qare pa punu. Pastaj në shpirtin e secilit prej neve, unë për atë arsye thash, a ke taku qasi njerëz, në shpirtin e secilit prej neve ekziston lakmia për këtë botë. Me pas pasuni, me pas prestigj, me pas pak pozit, me pas fam, me pas luks. Besa me pritu me vdek, dëshira për me jetu, i shpirti jamël pra, me jetu sa ma gjatë e kështu me ratë. Qështu është njeri jo. Sprova e tjetumit për botën tjetër që ndronë pikrisht në këte. Sikur t'i shkon dënjaja që ka që e paranceshme edhe jo interesante, edhe jo tërheqse, krejtë shkin shku në xhenet. Po dhe se, po për që kjo tukë është test, është sprovë do më thonë. Përveç që është test edhe është mundësi, është ara, është kopshti. Për t'i kaluar. Ku e fitojmë botën tjetër, nëse se fitojmë këto, ku kime fitu?
Po presim na kush më na marr çështo të çaj 70 që po thotë. Po, inshallah, po, ama prap do të më pas një Jo, se pak me relaksu muhabetin, se ta më puna, dhe më thamë, detyrat e përgjithësit që në takojnë neve si besimtar islam dhe jo vetëm, është diçka tjetër. Kur e fundit në falë, përbej se kjo pjesa më rëmen, okej, ne do të rinjallemi si besimtar islam, çka me tjerë njerës? Po normal që do të rinjallem, po që shkon gjykime, për shembull dikush që kur se ka thonë shahadetin edhe u ka një besim tjetër. As unë nuk ja bëj gjykatësin ati, asaj s'ma bën gjykatësin mu, po Zoti i gjithësisë na e bën gjyqin të gjithëve. Sepse Zoti, nëse kishtë dashur, kishtë dalë veç një fe. Po jo, Zoti është një fe e kalon. S'ka mundësi të gjitha Po, Ani, gjitha konceptet me koncept. Po, çka ndodh tutje me qëta njerëz? Lexoj Kur'anin edhe e ki përgjigje. Është në Kur'ana se... Po, qështja. Nështë tam ka ikë në isam. S'ka lidhe, lexon edhe një Kur'anin, unë po ta jap një këshill, do më thonë, Kur'anin lexoje edhe se cilën herë s'te marrësh me lexu, do thonë, kur e merr prej fillimit deri në fund. Ai që e lexon rregullisht Kur'anin, se cilën herë e merr, mas pare e cakton një temë, i thu, po du me lexu çka thot Kur'ani për xhenetin. Edhe shkon deri në fund, ku ka jetë për xhenet, koncentrohet. Herën tjetër, çka thot Kur'ani për jetën e kësaj bote. Herën tjetër, çka thot Kur'ani për mirësjelljen. Se unë kom pas që sare lexon Kur'anin gjithë diçka po pikëdyshim burimi pashtershëm i frymëzimit edhe i diçka tre që informohet më shumë edhe pse kalon në të njëjtat faqe gjithë sa diçka tre. Okej, hoq. Unë të falenderoj shumë për kohën, edhe për krejt që ka ke bo për temat që ne i kemi caktu, edhe të falenderoj shumë që në asnjë moment nuk më ke fut në siklet për shkak të pyetjeve që nuk ti kom dërgu kur për jetës së ditës. Në siklet, unë t'ju s'kom bo pyetje, s'kom mujt me të punë siklet, ti më ke bo mu pyetje, unë të kam bo pyetje, po asnjëherë nuk e thonë dërgo me pyetjet para se marrë. Jo, tamam puna. Kështu që të falenderoj shumë se është në natyrën tënde. Unë jem komod me këtë çka jam. Ne jem komod edhe me pyetjet që i bojmë, edhe e kam një komoditet që ndoshta është dikujt mund të mitingojë te pru. E ke fituar me kalimin e viteve. E kam komoditetin me thonë nuk di, por një gjë cilën nuk e di. Po që nuk di. Bravo. Mundet me tingëllue siklet shmetash, mirë, por në perspektivë është rehati. Mirë, sa të jetojmë. Edhe të falenderoj shumë për kontributin. Bisedat kanë qenë nivel, pyetjet ta kom thonë edhe herave të kalume, pyetje pa lidhje nuk ka, mund të ketë përgjigje pa lidhje, pyetjet gjithmonë janë interesante, edhe funit në këto bashkëbisedime mendoj se mund të qitet në pah diçka që nuk qitet në pah në monologje, sikur të shaulun e me i fol kamerës, nuk besoj që kështë qenë interesant. Po, për ndryshe ju e një angazhum çdo javë besoj, apo jo, nëse nuk jam gabim, me opinionin publik, dhe më thonë me publikun, jeni drejt për drejt. Kam komunikim me publikimin, po, në kanalin PIS TV. Pra jeni çdo javë. Ditën e ajte, sikur që është emisioni, po, ditën e ajte. Se kom pa në rrjetet sociale, por normalisht që puna jonë jemi në punë, por në rrjetet sociale kom pa që jeni shumë të angazhuar dhe realisht diçka që i nevojitet të gjithë besimtarëve. Është mundësi e mirë, është mundësi e mirë, inshallah jemi të shfrytzuar. Jo vetëm besimtarëve, pse jo dhe dikush që ka vendos me u bashkangjit në... Unë e kam një parim një jetë për asaj që them dhe që interpretoj, që shpjegoj edhe interpretoj, nuk kam synim kur me e ba diken me undi keq. Po, që është... Kjo s'do më thonë që dikush ndihet keq. Po, nga ana juaj nuk është... Po, ama nuk e kam synim. Po, nuk është qëllim dhe synim. Kështu që unë të uroj veç shëndet, shumë suksese në çdo punë që nisni dhe mbaroni, edhe ju pift e mbara, edhe njëherë shumë falenderoj që keni pranuar të jeni përballë meje me temat që ne kemi diskutuar për këto 10 javë. Faleminderit edhe ju shumë sukses. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq në emisionin Bardhë e Ze për sezonën e 3 për këto 10 javë sa kemi qenë me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu. Do të nisim sezonin e 4 me një teolog tjetër për diskutuar tema tjera të konceptit Bardhë e Ze, ashtu siç e kemi nisë që nga sezona e parë tutje. Unë ju falenderoj shumë që vazhdimisht kërkoni tema, vazhdimisht shkruani edhe vazhdimisht jeni të interesuar sa i përket pikërisht kësaj çështje. Kështu që deri takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje dhe mos harroni që tani më njëherë nga ora 10 e keni edhe kolegun tim Korapin me lidhje direkte
ju mund të jeni pjesë e emisionit për të përgjigjur ndaj pyetjes dhe ndaj temës që kemi interesante. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.